Kryeministri Rama ka komentuar për herë të parë problematikat në rrugën Librazh-Porrinjas. Për aksin e bllokuar këtë ditë, duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematike në një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër, që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Rama jep shembullin e rrëshqitjeve në Itali. Në Itali po rrëshqet gjatë këtyre ditëve një masiv gjigant që rrezikon të marrë me vete një qytet të tërë të banuar, por nuk ka ndonjë kanal a qoftë edhe portal në atë vend, parti politike jo që ta trajtojë fatkeqësinë natyrore me histerinë e këtushme, ku ky avaz është bërë një traditë e ligë. Çfarë do të them unë? Tenxhere do të thonë ato që kanë për të thënë dhe në fund fare, karvani do ecë përpara, qend do vazhdojnë të lehin, vepra do të jenë të vetmet që do të mbeten. Për qartësi, bashkëlidhur është rrëshqitja aktuale në Itali, se gati janë ta transferojnë në Shqipëri. Kryeministri ka kthyer përgjigje edhe atyre që e kritikojnë për udhëtimin drejt Korçës. I kam rënë Shqipërisë rrotull më shumë se tërë kryeministrat e tjerë të marrë së bashku, qysh nga krijimi i shtetit shqiptar dhe e kam prekur këtë vend në çdo qoshe, jo si turist, po si krye shërbëtor i zgjedhur i shqiptarëve, të cilët i çmojnë më shumë se çdo telendar politik a mediatik dhe më njohin më mirë se kushdo prej tyre. Prandaj edhe më kanë votuar gjithnjë e më masivisht, duke i shpërfillur rregullisht tenxherët mediatike e dallaveret politike. Kryeministri thotë se ka shoqëruar në Korçë e mëtej në Vlorë një grup investitorësh me prestigj ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë. Ata vinë nga Rina si në Korçë e pastaj në Vlorë me helikopterin e tyre, ndërsa ne do të përdorim helikopterin e forcave të armatosura, i cili me ne ose pa ne kryen çdo muaj orët e veta të domosdoshme të fluturimit, e në këtë rast i shërben edhe një punë tjetër të mirë njëkohësisht. Me aks të lirë e me aks të bllokuar, ky fluturim me helikopter ishte planifikuar kohë më parë. Këto janë pamjet e disa ditëve më parë ku në Siçili më shumë se 1000 persona u evakuuan, pasi një pjesë shkëmbore me gjatësi 4 kilometra u shemb gjatë një stuhie, duke i lënë shtëpitë në mënyrë të rrezikshme buzë rrëpirës.